Shikoni e dëgjoni këtë mrekulli të gjallë. I saw Jesus. Yallah, Jesus, forgive me, please. I am sorry. Please have mercy on me. I don't want to die like this. I don't want to die. Jesus, I repent. Vllazën e motra, kjo mrekulli e gjallë, pra është e vërtet. Nuk është AI, se shumë njerëz kanë akuzuar, kanë thënë është AI. Vet AI e thot se videoklipi është i vërtet. Ky është një musliman i njohur, një prins fetar, që ka maj çelësat e xhamis, në një xhami në Kairo, në Egjipt. Okej, respektu shumë nga të gjithë muslimanët. Një ditë fiton një sulm në zemër. E çojnë në spital, nuk mund me një mua, bjen koma, menojnë se është vdekun. Familja në një piti e merë telefonin me nda me familjarët gjendjen e ti. Në atë moment, a i ngritet e nol ky klip, shikon një herë. I saw him. I saw Jesus. Yallah, Jesus, forgive me, please. I am sorry. Please have mercy on me. I don't want Para to die se like this. I don't want to die. Ky fillon me kërkua mëshirë pej Jezusit. I thot, Jezus, nuk dua me vdek kështu. Jezusi i shfaqet kur janë komë, i shfaqet si një dritë. Ele nje, se vetë thot në dëshminë e ti, na muslimant dim për Jezusin, por e shohim vetëm si profet. Po kur Jezusi u shfaq, nuk mu shfaq si profet. Mu shfaq si Zotët, një dritë, një butësi, një dashni, ele malla, ele një mundësi, tha, me jetua, por me shpal, jo ma si profet, me shpal të vërtet, si qka, tha me shpal, si Zot, saj është Zot që jam i shnua, e ka në tokë e marë trupin njerëzor, nuk o kja njeri për amshim, por e ka marë trupin njerëzor, me shpetua trupin njerëzor, me shpetua njerëzit si këta, si mua, si ty.